mysafirë, nderuar mësimdhënës, nderuar të pranishëm, ju uroj mirëseardhje dhe një herë t'ju falenderoj që jeni pjesë e këtij manifestimi. Manifestim ky i cili organizohet në nder të 2 marsit, ditët së shkollës, dhe një herë 56 dhjetorit hapjes gjimnazit Skënderbeu, qysh prej 1 shtatorit vitit 1961. Poštovani nastavnici, učenici, dragi gosti, hvala vam što ste došli na ovoj velikoj proslavi. Želim vam dobar dan i provod. Danas naša škola pozdravlja 2. mart, dan škole, odnosno 56. godišnjicu otvaranja gimnazije od dana 1. septembra 1961 godine. Ju lutem gjithëve për 1 minutë heshtje për gjithë punëtorët që më nuk janë në mesin tonë. Lavdi, slavej! Para se të fillojmë shfaqjen e programit, do paraqesim një histori të shkurtër rreth gjimnazit me fotografi dhe fjalë, punim të cilën e ka përgatitur profesori Adnan Hamide. Preko gjithë programa predstavljamo kraću istorijski prikaz koji je pripremio profesor Adnan Hamide. Drejtori I shkollës, zotrin Adel Sadik. Të nderuar nxënës, musafir, koleg, veteran të arsimit, kam nderin që t'ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje në këtë manifestim për nder të 2 marsit ditës së shkollës. Vitin shkollor që e lam prapa është edhe një vit I radhës I luftës sonë individuale, grupore dhe kolektive për arritjen e rezultateve sa më të mira. Njëherët, edhe gjithë të angazhuarve dhe të interesuarve në procesin arsimor, nxënësve, prindve, e shoqërisë, u bën me dije se puna, dituria, shkallësia, kreativiteti dhe kritika janë vlera për të cilat duhet të luftojmë çdo ditë që të arrijmë aty ku synojnë të gjitha shoqëritë përparimtare evropiane. Çdo vit kur manifestojmë ditën e shkollës, nuk duhet të harrojmë edhe ditët e vështira të diferencimit ideopolitik të viteve të 87-90, ku pushteti atërshëm e dhunë I largoi nga puna dhe punëtorët më të mirë e pastaj edhe të villet të tjerë. Ky vit është një ndër vitet më të suksesshme sa I përket investimeve, për atë se në këtë vit u realizua kërkesa ka hershme organeve të shkollës që të rregullohet oborri I shkollës. Po ashtu duhet të cekim se ky vit përfunduan edhe punët rreth mbi ndërtimit, ku u funksionalizua biblioteka e shkollës, kabineti informatikës, arkiva e kështu me radhë. Në këtë manifestim duhet të përmendi donacionin e 2 vëllezërve nga fshati Bushtran, zotit Vahid Beqiri dhe vllaut I tij Dali Beqiri, të cilët dhanë si donacion 16 kompjuter për kabinetin informatikës, si dhe çdo vit kontribuojnë për maturantët. Në Shqipëri me një grup të nxënësve në vizitë 2 ditore si mysafir të kryetarit të Republikës së Shqipërisë, zotit Nishani, ishte një ndër aktivitetet më të rëndësishme vitin e kaluar. Në këtë takim vllazëror, nxënësit e njoftuan kryetarin për situatën e arsim dhe kërkuan nga ai që për vitin e radhës të rritet kuota për studentët e Lukinës Preshevës të cilët studojnë në Shqipëri. Të nderuar nxënës, para jush gjenden shumë sfida dhe sakrifica. Ne jemi këtu
që t'ju ndihmojmë që këto sfida ti të kaloni sa më lehtë. Në fund, më lejoni edhe një herë që përgëzoj për punën që po bëni. Sukseset tuaja në mësim janë edhe sukseset e prindve tuaj dhe shkollës sonë. Drejtoria e shkollës uron që ky vit të jetë edhe më i suksesshëm se viti që na mbrapa. Dhe njëherë të gjithë punëtorëve, nxënësve dhe atyre që ishin pjesë e kësaj shkolle, sidomos pensionerëve, i dëshiron i uron ditën e shkollës 2 marsin urime. O i mbuluar, sonte të gjithë fuftuan, dhe erdhën këtu. Erdhën fjalët e shkruara e të pashkruara të poetëve, dhe nga vargjet e tyre zëgjuesi të kthyen në shikues. Erdhën meloditë që më bën të qajnë edhe për gjunahe që nuk i kam bërë. Erdhën aromat më të bukura të trëndafilave dhe më thash se viti u bëmë një stim. Pra, më mirë mos kishin ardhës njëra nga këto që erdhën dhe në vend të tyre të vinje ti, o i mbuluar, që të mbuluarit e ke zbulim. Në pohën, kur unë po mahnitesha me dhuratat, dikush nga skaj qytetit bashkoi emrin tënd me emrin e dhuruesit.
Atëherë unë e pyeta veten. Çfarë do të bësh me trupin? Që në fund duhet t'ja kthesh dheu. Por përgjigje më kthye përsëri me pyetjen: çfarë do të bësh me shpirtin që ke brenda vetes e që nuk është i yti? O, i mbulu, sonte erdhën këtu dhe nga 6 anët, se cili foli për anën e tij, se cili solli dhe nga një lule nga ana e tij, kurse unë qëndrova në mes të kopshtit rrethuar me lulet e 6 anëve. Si kur të vit një ti, që të mos ekzistonte asnjë anë, e unë të mos mbulohesha me lule, o i mbuluar, që me mbulimin tënd zbulove të dukshmin, e që nga forca e madhe e dukjes mbetit i padukshëm. Sonte erdhi këtu dhe uji i pishëm për të moshuar etjen. E unë piva, por uji gjatë udhimit kish marrë me vete shumë pa pastërti. Ndaj dhe etja aq sa më shua, më shtua. Dhe kështu ndodh të gjithë atyre që presin ujë të vitë tek buzë, e nuk shkojnë vetë tek burimi. Sikur të kisha fatin të pija ujë nga duart e tua, që pas mbulimit të mos zbulohesha jetur. O, i mbuluar, sonte, në mungesën tënde të pranishmëve u thash: mos unë gjitni në malin e përgjakur të zemrës time, nëse nuk e kuptoni sepse dhembja është më e fortë se sa dhembja. Mos m'jip një ilaç për trup, mua m'dhem shpirti. Për ndarjen, nuk ka ilaç tjetër veç bashkimit, e unë e di, nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem prej teje. Prandaj do qaj, deri sa lotët të më bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit të më bëhet boj e penës i djetarit, e me penën e djetarit i shkruaj fjalët e zemrës, që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjellin dhimbje, dhimbje sjellin lotë. Andaj mos thua jo Zot kam një dhembje, po thua jo dhembje, unë kam një Zot. Ande. E falenderoj Samirin për të poezi, rada është për Valle, Valle cila të kërcej valltarin e shkollës, është Vallja Tiranëse dhe Vallja Shotës, i presim me dorë të kikje.
Aliu dhe shqiponja saj. Eja dhe pastaj ik prapë më lërë të shjoj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote, sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja edhe njerë dhe më godit mu në zemër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Të jam dënuar nga hresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja se dua të kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty t'janë të freskëta. Eja dhe njerë dhe më qmëso, se më kanë mësuar atë shumë sa desh mu zbra zemra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që të kuptoj sa të fort më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar, pëthuaj se nga krejt bota, eja ty me vesën e të gjitha mëngjesive të jetës, dhe mi kujto lullë që u thamë pa u ndirë aromën, mi kujto gjunat e mia që kanë arritur majat e maleve, kështu zdo të harroj se nuk ka mal pa maj, dhe do të kujtoj sot dhe për mot, që edhe pse majat e malit janë ma afër diellit, prapë se prapë ato jetojnë me borën. Kur shpirtim t'jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e krejtësyve të dashuruarve të tokës dhe lajë trupin tem.
që ta ndjej edhe njëherë se në botë lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im t'i thot krejt botës, se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, e nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. E nëse s'jam me den të vesh deri sa unë t'jem këtu, ti eja kur t'kem shkuar unë atje, dhe thuaja gjithë botës të vërtetën për të cilën u lavdrova u shava. Thuaja që unë edhe pse u largova nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot prap qava, se që kur u ndana demi hava, edhe rrugët e njerëzve u ndanë dy. E para, kam nevojë për ty, se të dua. E dyta, të dua, sepse kam nevojë për ty, Kënder. E falenderojmë Lurien. E në radhë është kënga Arbresha, këngë cilën do e këndojë nxënësja nga klasa 2-3, Elvira Ajdari. Mirëpresime do të këndojë. që të ndrojnë ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve. Shpërblim kemi për zotria Abdurrahman Zylfiun për kontributin e dhënë pa ndërprerje në këtë institucion gjatë 41 viteve në cilësinë e mësimdhënësit dhe drejtorit të shkollës. E presim me të ardhur ekip për ishte Drejtor, ju faleminderit për këtë dhuratë dhe urime dita e gjimnazit, 2 marsi. Ju dëshiroj suksese të mëtutjeshme dhe lash Zoti që për jetore t'i kremtoni në meshekuj. Nërsa nxënësve dhe mësimdhënësve ju uroj shëndet dhe suksese të mëtutjeshme. Shpërblim kemi edhe për zotri Rafet Murtezin për kontributin e dhënë pa ndërprerje në institucion gjatë 41 viteve në cilësinë e mësimdhënësit dhe drejtorit të shkollës.
jam shumë shëndet e në ardhë që në shumë manifestimet këtila. E ne po vazhdojmë me mirënjohje për vlezrit Vahid dhe Dali Beqiri nga Pushtrani, si donatorët më të mëdhaj të shkollës sot. Ftoj profesor Fikret Sadikun që t'i marrë mirënjohjet. Nëse na ndodhe në sallë profesore. Si duke në qeka. është rada të zgjedhur në klasën më të mirë. Është klasa me mesatare 4 presje 40, kujtestari paraleles Azem Shavani e klasa në fjalë është klasa e 2-4. Ose kujtestari ose një nga nxënësit. Arritjet e nxënësve që po bëjnë për garat ndryshme. Kemi këtu 2 mirënjohje për 2 nxënës, është fjala për Arbresha Veliu, nxënës e klasës 2-4, për arritjen në vendin e parë në gara komunale dhe regionale në lëndën e fizikës. Për Arbresha të marrë mirënjohje. Nxënësi klasës 2-3, për arritjet në vendin e parë në gara komunale në lëndën e matematikës dhe rezultatet dalluara në gara regionale në këtë lëndë. Arbeni dhe Arbreshës i urojmë shumë suksese. E tani, rada është të zgjedhur dhe të prezantojmë para juve si kujdestare më suksesshme profesoreshën Hyria Arifi. E ftoj të marrë mirënjohje. Klasave. Tani është valja Rukovës, njëherë dhe kjo valje përmbyll programin tonë. Pas këtij programi juftoj gjithëve që t'jeni në sallat e vogël shtëpisë kulturës, ku është përgatitur një koktejl në nder të kësaj feste. Po nuk ju kisha dhënë zgjon sepse kemi dhe vallën. Gjithashtu do doja të falenderoja gjithë profesorët që e organizuan këtë në bashkëpunim me nxënësit, stafin teknik që i kemi këtu dhe gjithë që jeni u prezent. Unë ju them miru pafshim dhe miru të